Shikoj, po të them, pikërisht ne njohim çfarë goce je ti. Njohim Big Mamën jashtë kamerave, njohim se sa suportive je ti kundrejt gocave të reja, kundrejt grave, nuk ka rëndësi nga vin apo kundrejt njerëzve. Ne duam të shohim këtë Big Mom. Ky është qëllimi i mirë, nuk duam të tërheqim vërejtje dhe as të vëmë. Faleminderit, unë edhe vërejtjet I pranoj, edhe mendimin e ka çdo njeri. Unë kam nevojë të shoh artisten Big që ti në të vërtetë je. Të dua, faleminderit shumë. Okej. Limi. Limi. Gjithë këtë situatë e ndaj në 3 pika, me thonë të drejten. Pika e parë është Gania që ka kaluar çdo lloj caku njerëzor, shakaj edhe këtu nuk jemi me bë teatr. Këtu jemi gjithsecili me tregu veten e vet, ka cënu emrin tim, ka cënu kërvatin tim dhe partnerin që unë isha me të. Diçka që shpresoj ta kuptoj dhe jo të më thot për një gjëra që s'kan lidhje me temen. Gjithsesi kjo është Gania. Pastaj pika tjetër është tek shoqëria ime që kam me gocat dhe që I respektoj shumë dhe I du shumë në mënyrë shumë të pastër njerëzore dhe nuk e prisja të cënonin edhe ato emrin tim. Edhe thjesht nuk ju kam fol një ditë, se mendoja që ta kuptonin paka shumë gabimin që kanë bo, dhe të ullin dhe të flisnin, me Big Mamën u ula e fola, e sqarova, edhe e di shumë për nderë, sepse e kuptoj agresivitetin që kishte në ato momente. Edhe pika e tretë është për të gjithë të moshuarit, ose me falë që po them për moshën e tretë që janë I çik më të zhvilluar se ne, dhe janë më profesionistë si ne, edhe më artista se ne, edhe më të vjetër në mosh, prisja një reagim komplet ndryshe, ose një mbrojtje femrore, ose një mbrojtje të situatës, po të gjithë po bojnë gjithë bashkë, po të kishtë qenë e vërtet do këshin bojnë. Pa pikë arsye, edhe nuk e kuptoj akoma ku qëndron problemi. Limi, me që jemi të këti, të dëgjova, me që të kam nevoj të jap edhe një koment në lidhje me mënyrën se si ti veprove dhe reagove. Unë e kuptoj që ishte reagim direkt dhe ishte shkak pasoj, me që edhe dhuna verbale është tërsisht endaluar. Dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm me termat, edhe me mënyrën si zgjedhim të konfrontohemi me të tjerë. Patjetër e kuptoj, shumë faleminderit. Për këshillen. Frederik, pro apo kundër kësaj situate, marrë shkas duke qenë se Limi më çoi tek ju në një farë nën teksti. Sigurisht që po t'ishte një ngjarje vërtet, të kishte kalu, se pash s'kenen tamam, unë edhe me një disa sekundë më vres. Po me qa pash aty në video, unë nuk pash në qëllim vetë që Gania shkoj të kap ose të përdonoj dike. Me kënë që ishin gjithë sytë aty. Unë e pash si fash humori, po I kalon limitet e humorit. Me gjitha te, aja mund të përdoret në të dy krahët. Edhe si humor, edhe si skenë. Ne skena këna pa edhe nga Limi të në herët, ka këtru shumë bukur, edhe rolet mërëndi të mirë bolej. Para plan që të bëjt kjo skenë, aty ishte pa lejen time, pa vendimin time, që dikush që unë nuk e lejoj, unë pa lejen tonë erdhe të banja, ki që lënë bajnë hapë, e që lënë dhe bajnë hapë kur bëndë roshe, pa lejen tonë erdhe. Kam për tragu, skena e filmit në shpim, qdo kush në mënyrë vulletare, e shfrytëzove, bravo, bravo Alba, e shfrytëzove, nuk e zati, e shfrytëzove, bukur. Brava! Ata drejtojnë mu, dhe u përgjigja. Po si një krevat, më? Frederik! Po s'ka një të krevat, më s'ka një të i ti. Kjo u foshanerva se një të krevat I ti, jasë për ty. Fredo! Në shkruar para prakisht të mënyrë. Një sekund, Alba, dëgjoj pak. Frederik, me që e hapa atë temën, herës tjetër më duke ta përmënda atë që ishte shumë e turpshme dhe nga ana jote hyrja në banjë pa leje të Albës. E para një artista do që të përpiqesh që të gjesh... nuk dua ta hapim atë muhabet tani, po shumë e turpshme dhe nga ana jote. Pra, fakti që për ju është normale, ka abuzoni me lirinë e tjetrit. Zhaku, duhet bëjmë dialog, ju lutem, nuk mund bëjmë monolog. Se e këthen ti në të mënyrë, unë partin bajnë hapë, edhe nuk fola... Po qëto ti të banja grave njerë, se kuptoj. Jo, nuk e banja grave. Në domë të përbashkë. Ishte e burra. Ishte në domë të përbashkë.
Okej, mirë, do mbetemi të tema ku jemi, Casey, po? Nuk e asnjë të drejtë. Është ke shumë se s'ka ndodha shumë turpshme, dhe nga ana jote reagimi që ke bërë. Edhe nga ty nuk është e falshme. Për mendimin tim. Si vite baja jote. Asaj. Nuk të nderon Frederik, edhe ato përqeshjet, detaljet, ofendimet, nuk të nderon. Edhe tjerë këtu, edhe mbyllit bajën. Nuk të nderon, po them, vetëm ka. Tjetër qëndrim duhet kishe mbajtur ashtu. Zhaku, të lutem. Kjo është realiteti, ajo që tani thua të tjetër edhe ta banalizojmë situatën se është e panevojshme. Për të marrë Okej, Casey. në mënyrë të tillë. Kisha nevojë Ky ka qenë interpretuar sikur më ka parë nudo. Frederik. Unë kisha nevojë personale dhe dera ishte bajë s'ka që hapur. Edhe shtylla. Frederik, më dëgjoj pak. Më dëgjoj pak. Qose e cilësoni këtë mënyrë. Turp keni. Turp. Aq, dinjitet e kam unë më shumë se kishat. Për këtu din hanë. Është e keq interpretuar nga Frederiku. Është e keq interpretuar sikur më ka parë nudo. Hape video në lirë. Hape video në lirë. Frederik, të lutem, më dëgjoj pak mua. Më dëgjoj pak mua. Është e keq interpretuar. O Frederik, të lutem. Më ka parë nudo. A mund të fikë mikrofonin e Albës, ju lutem regjia, se është disa herë që po e kërkoj. Okej, Frederik, të lutem, më dëgjon? Frederik, më dëgjon? Të kërkoj të lutem të qetësohesh. E kuptoj që komenti ndoshta ishte në një moment të papërshtatshëm. Por ju lutem, ne i dim vlerat që ju keni dhe asnjë koment i dhën nga këtu krejt në mënyrë personal nuk do ndikoj në rrugtimin tënd. Fal Luana, fal. Nuk dëgjoj asgjë. Dua që të qetësohesh edhe të kuptosh që nuk ishte kjo tema. Domethënë mos ta çojmë në një banalitet. Po nuk la me fol. Okej. E kuptova që asjen tënde, të lutem. Nuk la me fol, se do zhaku me dal gjithmonë të tema vet. Luana, mund të flas dhe unë, se isha dhe unë atë klip edhe nuk ju përgjigja Zhaku. Jepi Casey. Atëherë edhe unë i kërkoj shumë falje fancave të mi që më njohin si Miss Casey, jo Miss Lagja. Edhe gjithashtu nga Albës nuk i detyrojmë as i lloj falje, i detyrojmë Limit, se çado lloj mendimit këtë Limi për mua, edhe nëse është mërzitur dhe i qëndron akoma mendimeve që kishte shprehur te klipi, unë i kërkoj prapë shumë falje dhe asgjë nuk ka qenë e qëllimshme, asgjë nuk ka qenë për të bërë këto që mendoni ju që janë bërë aty. Kështu që s'kam asnjë koment edhe përveç këtij nuk i detyrojmë askujt falje dhe fancave të mi që më kanë parë në atë lloj situate, në atë lloj agravimi, sepse unë nuk jam kështu. Thjesht unë nuk doja që Alba të nxiste Limin dhe të eskalonte situata në atë eskalim që ndodhi. Domethënë, kur kjo e fryn të Limin dhe i thoshte që më hyrin krevat, ma bëri kështu, ma bëri ashtu, atëherë unë ndërhyva se unë nuk jam quar fare nga krevati, kur Limi hyri brenda dhe po i fliste ganiu dhe aty duket qartë. Unë jam quar vetëm në momentin që Limi shkoj të krevati ganiut edhe ndodhi ajo që u pa shumë qartë aty. Okej. Atëherë, po Anduel, më thuaj lutem? Okej, shpresoj shumë që të mblojë me mbaru. Unë isha, do të thonë aty kur ndodhi situata, dhe ishte krejtësisht në kontekstin e shakas, krejtësisht, e para. E dyta. Anduel, nuk e vejmë në dyshim që ishte në kontekstin e shakasë, nuk po e bëjmë tani abuzues ganin, ne po flasim për fenomenin që në një format televiziv nuk mund t'japim këtë lloj shembulli. Edhe të bëjmë për asgjë s'ka ndodhur. Fal Luana, një sekond. Alba dhe Limi të shtrinë në krevat, hyp Daniela sipër edhe i prek organin gjenital. Në sy të Albës. Po, është e vërtet. Është e vërtet. Po. Lim, çe po ta kuptoj? Burrat. Limi.
Olim se që të put, olim se të put në buzë sy të putëshim. Jo vini me na shqiluan, e kupton tani? Jo vini me na shqiluan ne. Po jo, nëse ban di kushtjet, nëse ban di kushtjet, po, me këtë të drejtë. Kjo ban si, që olim më vjen shumë keq, më vjen shumë keq, sepse, Albana, ju lutem, jeni duke folur gjithë për një herë dhe është e pamundur të arrim të publiku asgjë s'po kuptohet. Në mos po përdorni terma dhe po e banalizoni fare këtë moment. Atëherë, kam nevojë për vëmendjen tuaj. Nuk do flasja asnjë, nuk do komentoj më asnjë për këtë situatë. Kemi kaluar çdo limit në lidhje me komentimin e kësaj. Qëllimi ishte për të dhënë një shembull të mirë edhe për t'ju treguar dhe ju që jeni më të bukur në rast se shfaqni anën tuaj më të mirë dhe jo më të keqen. Asnjë qëllim tjetër këtu. Ju doni ta banalizoni. Okej, Agaj